Allahut sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit e përjetonte Kur'anin fisnik si asnjëherë më parë. Për vetë faktin sepse Allahu i lartësuar gjatë muajit të Ramazanit dërgonte Xhibrilin alayhis salam, krye ëngjëllin e shpalljes, që të bënte në formë mukabbeleje leximin e Kur'anit me të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Saqë sipas shumë transmetimeve, çdo ditë i dërguari Allahut ulej me ëngjëllin Xhebrail dhe lexonin Kur'anin së bashku për ta mësuar më mirë atë, për të kuptuar më mirë mesazhet e tij dhe për ta transmetuar siç duhet tek mbar ummeti. Dhe jo më kot, nëse në një ditë normale, jashtë muajit të Ramazanit, një shkronjë Kur'ani do të shpërblehet prej Allahut të lartësuar 10 sevape, në muajin e Ramazanit, në këtë kohë të begat që është me të vërtet një muaj i tërë, një shkronjë prej Kur'anit fisnik do të arrijë shpërblime deri në 1000 fish. Por unë nuk di të lexoj Kur'an në arabisht, po elhamdulillah di të lexosh në shqip. Dhe patjetër, besimtari i cili e merr Kur'anin fisnik në gjuhën e tij përkatëse, në gjuhën tonë shqipe, dhe ka qëllimin që të lexoj prej Kur'anit suret për t'i kuptuar ata, për të kuptuar mesazhet e tyre dhe për t'i bërë praktik të jetës së tij, pa diskutim nuk do të mbesi pa shpërblim nga Allahu i lartësuar për mundin që ai do të harxoj. Prandaj dhe Allahu i lartësuar në Kur'anin fisnik do të thoshte në surën Bekare 185: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin në të ka zbritur Kur'ani fisnik.